Procesi i numërimit të votave për subjektet politike ka përfunduar, ndërkohë vazhdon numërimi për votat e kandidatëve preferencial si edhe ato të diasporës. Deri më tani Partia Socialiste ruan 83 mandate, Partia Demokratike 50, PSD 3, Shehaj 2 dhe Lapaj e qori nga 1. Edhe vota e diasporës, edhe pse nuk është numëruar as gjysma e saj, jep avantazhin ndjeshëm Partisë Socialiste, ndjekur nga Partia Demokratike, ndërsa forca e tretë listohet nisma Shqipëria bëhet. Ndërkohë gara në listat e hapura po bëhet edhe më e fortë në orët e fundit. Shumë emra mbeten jashtë parlamentit të ri, ndërsa shumë të tjerë surprizë hyjnë në tëm. Në Tiranë nga demokratët vazhdon lufta kok më kok me Sali Mehmetit dhe Tabakut, herë ngrihet njëri e herë tjetri. Nga Partia Socialiste Blendi Goxha më i votuar, i ndjekur nga Ervin Hoxha e të tjerë. Panorama aktuale dëshmon edhe një herë mjaft qartë se çfarë zallamahi është bërë me listat nga të dyja kampet e mëdha, por sidomos nga Partia Demokratike, ku sigurohen në parlament rangallat e saj dhe mbetet të luftojnë kok më kok me njëri tjetrin për votën e fundit. Dy njerëz të respektuar në elektoratin e djathtë si Ali Mehmeti apo Tabaku. E dashur Tiranë, Shqipëri e shtrenjtë. Fjalimi i fitores së Edi Ramës sapo ndodhi tani, edhe nuk ishte ku të ndodhte ndryshe. Te mbreti, mbreti te mbreti. Në sheshin Skënderbej, Rama po mban fjalimin e fitores së madhe të mandatit të katë, duke u shprehur se as fjalët nuk i gjente dot për këtë moment, pasi është i shokuar nga mbështetja kaq historike sipas tij. Edhe një herë tjetër Rama vazhdoi me prallën me bashkime europiane, pasaporte europiane që Medemek do ta mbaj premtimin. Se dekorin e kishte gati për fjalimin nga që është bërë me rastin e samitit të Europës më 16 maj dhe e shfrytëzoi për më shumë pompozitet edhe pse duhet të ishte më modest. Se me këtë detaj u tregoi shqiptarëve që tani është mbret, sepse e quajti të tillë Skënderbeun para 2 ditësh, jo se ka mbetur i madh e i vogël që nuk e njeh mbretin, por të bënte sikur të paktën. E kështu kjo punë kryeministri, super kryeministri më saktë, falenderoi të gjithë, por do ishte më mirë të ishte treguar më i sinqert se kaq. Pasi i pari që meritonte të falenderojë prej tij duhet të ishte Sali Berisha. Kujtojmë se Edi Rama nuk e ka uruar ende Berlini dhe Washingtoni për fitoren e 4 të thellë. Kjo ngre pikpyetjet e veta. Nga ana tjetër pritej që ta uronin të parët autokratët si ai, si Viktor Orban, kryeministri hungarez për shembull. Megjithatë, Rama ka marrë urime edhe nga Bashkimi Evropian, nga Ursula von der Leyen, presidenti e Komisionit Evropian, nga kryeministri britanik Keir Starmer, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, kryeministra italiane po në kohë reale madje. Nuk largohet, e ka ndarë mendjen. E kemi fjalën për Sali Berishën dhe hallin e madh që ka zënë Partinë Demokratike dhe Demokratët e shkret, edhe pas kësaj humbje dërmuese ai nuk largohet. Berisha doli përsëri sot dhe tha të njëjtat gjëra, nuk i njoh zgjedhjet pasi u blen nga organizatat kriminale të Edi Ramës. Sipas Berishës, raporti OSB Odirit e faktoi këtë. Ai thotë se po lajmërojnë edhe botën për këto pretendime. Madje me këtë rast thotë se do dërgoj ca letra edhe Matan Oqeanit për këtë punë, se nuk pagoi kot $6 milion. Sot Berisha justifikoi ose më saktë mbuloi edhe turpin për aleatin e tij, kur tha se Edi Rama po i bën luftën më të egër Ilir Metës. Vota preferenciale, thëndryshe ajo e kandidatëve, po bëhet çdo minutë më e vështirë për të mbrojtur, teksa numërimi i saj nuk ka përfunduar ende. Duket se dyshimet janë shtuar, sidomos në garën e fortë që po bëhet në listën e hapur, qoftë edhe vetë brenda llojit. Kryekomisioneri Elirian Celibashi drejtoi sot një mesazh komisionerëve, duke u kërkuar të mos cënojnë votat e kandidatëve. Cënimi i votës së çdo kandidati në listën e hapur përbën një shkelje të rëndë të integritetit zgjedhor dhe që sjell pasoja ligjore serioze për përgjegjësit. Në këtë kuadër kujtojmë se është ndaluar të bëhet një rivlerësim i votave për partitë politike apo koalicionet tani që ka nisur procesi i numërimit dhe i vlerësimit votave për kandidatët në listën e hapur, thot Celibashi. Një thirrje të fortë ka bërë sot edhe socialisti Erion Braçe, duke pretenduar trafikim të votës edhe brenda llojit. Erion Braçe paralajmëron numëruesit se nuk duhet të bëhen pjesë e shkeljes së ligjit në këto zgjedhje. Edhe pse vetë duket se po shkon i sigurt drejt marrjes së mandatit të deputetit, Braçe paralajmëron numëruesit në Tiranë të mos bëjnë manovra me votën preferenciale, ndryshe do të përballen me drejtësinë. Teksa të gjithë po merren me rezultatin zgjedhor, prokuroria e përgjithshme bëri bilancin e fundit për krimet zgjedhore me 7 arrestuar deri më tani. 87 kallëzime penale gjithsej, ku 6 dosje ju dërguan pikërisht Spakut. Nga 7 personat e arrestuar, 4 në Tiranë, 1 në Elbasan, 1 në Lezhë, 1 në Fier. Ndërkohë është dhënë urdhër ndalimi për 4 persona nga prokuroria e Elbasanit, ndërsa kallëzimet e tjera janë në fazë verifikimi. Por ndërkohë për te këtij bilanci, Spak dhe Byroja Kombëtare e Hetimit ka ndërmarrë një tjetër aksion në kryeqendrën e Veriut në Shkodër, ku janë shoqëruar disa mbështetës të Partisë Socialdemokrate të Tomdoshit. Ata dyshohen për krime zgjedhore, ndërsa edhe këtë herë ju është ushtruar kontroll personal dhe i automjeteve me vendim të posaçëm të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Të tilla aksione janë bërë ditën e sotme edhe në Fier, por pa shumë bujë, në bashkëpunim me policinë vendore, sa i takon një tjetër procedimi penal
penal në këtë qark. Mbetet për tu parë në orët apo ditët në vazhdim nëse do të kemi një kurban të madh në këtë drejtim, në mënyrë që të prishet pak festa e fitores së mbretit, por nga ana tjetër të kënaqet edhe pak opozita e dërmuar se ja, s'pak po i ndëshkon krimet zgjedhore. Aktivistja shqiptaro-amerikane nuk i ndahet Sali Berishës, sidomos pas dërmës së fundit që mori në zgjedhjet e 11 maj, dhe këtë ajo fatkeqësisht ja kishte paralajmëruar. Në reagimin e sotëm, Evi Kokalari thotë se Partia Demokratike në drejtimin e Berishës në zgjedhjet e 11 majit u tkur me 35% ose 250.000 vota më pak, krahasuar me zgjedhjet e 2021-shit, kohë kur kjo parti drejtohej nga Lulzim Basha. Madje Kokalari thotë se nëse më 11 maj Partia Demokratike nuk do të ndihmohej nga Krisla Sivita, humbja do të ishte edhe më e thellë, ndërsa tkurja e partisë do të ishte 50%. Faktet flasin vetë, shqiptarët nuk e duan Sali Berishën, thot ajo. Rezultati i zgjedhjeve në Kavaj është një faqe e zezë në historinë elektorale të Shqipërisë, një pazar i pist ku mafiozët që dolen nga dera u rikthyen nga dritarja. Rama uli kokën, Berisha mbylli gojën dhe Roshi hodhi firmën. Vota nuk foli, vota u firmos në errësirë. Diferenca prej afro 3000 votash në favor të PD-s në një qytet ku Partia Socialiste se kishte parë humbjen që nga koha e Roshit nuk është një lajm për të festuar, është një alarm për të kuptuar se si ka degraduar vota në Shqipëri. Në 2023-shin kryebashkiaku aktual Fisnik Qosja fitoi me 11.700 vota. Në 2025-ën e njëjta figurë fitoi sërish, por jo për merit, por për marrëveshje. Në këtë histori PS nuk humbi nga paaftësia, PS u tradhtua nga vetvetja, u tradhtua në Luz, bastionin e vjetër të Sumajtës, në Golem, në Spillen, në Synej, në çdo zonë ku deri dje kishte organizate, sot ka heshtje dhe dyshime. Në lista ishte Pandeli Majko, emër i vjetër, figurë konsoliduar, por as ky nuk ndihmoi, sepse në terren ishte veprimi jo ideali dhe veprimi quhej Elvis Roshi, por ai që dikur doli nga dera me skandale dhe falsifikime është rikthyer nga dritarja si njeriu që përcakton mandatet. Roshi, i cili jo vetëm ka marrë vota të majta, por i ka futur në thesin e PD-s për të garantuar fitoren e Qoses, që është më shumë i Ramës se i Berishës. Por si është e mundur kjo? Me bekimin e të gjithëve. Rama e përmendi disa herë emrin e kreut të PSD-s së Kavajës gjatë fushatës, por jo për ta goditur, për ta paralajmëruar si pjesë të paktit. Berisha heshti dhe nuk heshti nga halli, por nga llogaria, sepse i është thënë nga baza e vet që pa Roshi nuk fitojmë dot. Dhe ai pranoi. Pse? Sepse tani nuk ka më standarde, ka vetëm mbijetesë. Në këtë skem heshtja e kryetarit të PD-s në Kavaj pasi humbi primaret në qarkun Tiranë nuk ishte mospërfshirje, ishte dritë jeshile për një marrëveshje të kryer. Burime të sigurta nga APS-ja lokale thonë qartë, Roshi e solli fitoren, ai organizoi, ai çoi, ai garantoi, por jo për ideal, për llogari. Dhe kjo nuk është fush betejë mes partive, kjo është bank tregtare për mandate. Rama shet një zonë për të shpëtuar një tjetër. Berisha blen një fitore për të mbajtur gjallë një emër. Roshi ndërmjetëson, qytetarët, ata vetëm vulosin ato që është vendosur në tavolinë. Teksa për procesin zgjedhor apo rezultatin e tij nuk ka reaguar askush nga përfaqësia e Washingtonit në Tiranë. Një tjetër reagim vjen nga ambasada amerikane, por jo ajo që pret shumë kush. Ambasada ka shpërndar një mesazh të fortë, duke theksuar nevojën që vendet anëtare të NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtjen kombëtare. Urdhër i prerë i presidentit amerikan Donald Trump. Në mënyrë që alianca të jetë përgatitur për të parandaluar dhe përballuar çdo kërcënim të mundshëm, SBA kërkon jo më pak se 5% prodhimit brendshëm bruto të shkojë për mbrojtjen. Ndërkohë SBA japin lajmin e mirë se ky urdhër po zbatohet me disa përjashtime, por shumë vende po shpenzojnë tashmë më shumë për mbrojtjen se sa 3, 4 apo 5 vite më parë. SBA kërkon që ky trend të vazhdojë. 5% kaq duhet të shpenzojnë aleatët e NATO-s që NATO të mund të parandalojë dhe mbrojë kundër çdo kërcënimi. Shkruan ambasada amerikane ndër të tjera. Mesazh ky që si fillim shkon për kryeministrin që mori mandatin e 4 të fuqishëm e u bë mbreti i këtij vendi, se tani duhet mendohet mirë që të rrisë në 5% të prodhimit brendshëm bruto shpenzimet për mbrojtjen. Me firmën e parë si drejtoreshe radio televizionit shqiptare, Eni Vasili nuk bëri reforma as transparencë, bëri një gjë të thjeshtë dhe shumë shqiptare, anulloi tenderin e tjetrit për ta bërë vet. Me të njëjtën vlerë, të njëjtin objekt, të njëjtën skem, por me firma të tjera, pazari ndryshon emër, jo thelb. Tenderi me objekt, shërbimi i mirëmbajtjes së rrjetit të shpërndarjes DVB-T2 me vlerë 10 milion euro me TVSH dhe afat 4 vjeçar, ishte parashikuar të zhvillohej më 7 prill nga ish drejtoresha e RTS-s Aurora Polo, por u bllokua nga Këshilli i Ri drejtues i zgjedhur më 17 mars dhe më 12 maj drejtoresha e re Eni Vasili njoftoi zyrtarisht anullimin e tij. Në letër ky mund të dukej si një vendim për korrektësi procedurale. Në realitet është rrëzimi i një pazari të vjetër për t'i hapur rrugë një pazari të ri. I njëjti fond, të njëjtat specifikime, të njëjtat nevoja teknike, por me kompaninë që do të zgjedh drejtoresha e re dhe ata që e sollën në krye të RTS-s. Të presim kush do e marr këtë herë, gjermanët e vjetër me obligim të ri apo një kompani e re me garanci politike nga PS dhe për kujdesje private nga mikesha e kryeministres. Në të dyja rastet kjo nuk është mirëmbajtje rrjeti, kjo është mirëmbajtje pazari.
Gjykata e posaçme e apelit shfuqizon vendimin e gjykatës së shkallës së parë, i cili detyronte SPAK-un të regjistronte procedim penal dhe të hetonte Olta Xhaçkën dhe bashkëshortin e saj investitor strategjik Ertan Gjaçi për dyshime mbi veprat penale shpërdorimi i detyrës, falsifikimi i dokumenteve dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Gjykata e posaçme kishte urdhëruar SPAK-un që të niste hetim për deputetën dhe bashkëshortin e saj, por prokuroria e posaçme ankimoi atë, duke njoftuar se nuk ishte gjetur element të veprës penale nga hetimi i mëparshëm dhe përpasoi çështja pushohej. Pas urdhrit të gjykatës së posaçme, SPAK ankimoi në apel dhe mori të drejtën që kërkoi nga vendimarrja e sotme e gjykatës së apelit. Në këto kushte Olta Xhaçka shpëton bashkë me të edhe bashkëshorti i saj investitor strategjik. Pyetja $1 milion që lind natyrshëm në këto raste është a fshihet Edi Rama pas mbrojtjes që SPAK i bëri Olta Xhaçkës dhe bashkëshortit të saj? Gjykata e lartë rrëzon SPAK-un dhe lë në fuqi shfuqizimin e masës së sigurisë për Elton Qynën. Gjykata e lartë argumenton se gazetari nuk ka kryer vepër penale. Ndryshe nga ç'mendon prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjykata e lartë vendos të lërë të shfuqizuar masën e sigurisë detyrim paraqitje, që SPAK vendosi më datë 24 nëntor ndaj gazetarit Elton Qynë. Vendimi i apelit të posaçëm, i cili u la sot në fuqi, argumentoi se gazetari Elton Qynë nuk kishte kryer asnjë vepër penale gjatë ushtrimit të detyrës së tij të gazetarit dhe për më tepër shtoi se për Qynën mungonte edhe dyshimi arsyeshëm, kriter ky që krijon bindjen për vendosjen e një mase sigurie ndaj individit. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa viziton sot Kosovën. Këtë pasdite ai nisi zbatimin e agjendës me takime me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Vizita e Kostës në Kosovë vjen në një moment kyç për këtë të fundit, pasi ka hyrë pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në një krizë të thellë politike dhe institucionale pa rrugë zgjidhje, me sa duket 15 tentativa të dështuara për konstituimin e kuvendit, ndërkohë qeveria Albin Kurtit është në detyrë por pas një sinjal për formimin e qeverisë së re. Nga ana tjetër kemi ende në fuqi masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian të vendosura pas tensioneve në veri, teksa nga Kosova vijnë apelet përditshme për Unionin që të hiqen këto masa. Para se të mbrinte në Kosovë, Costa vizitoi Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Në një konferencë për shtyp në Beograd me presidentin Aleksandar Vučić, ai theksoi se dialogu me Kosovën është kyç për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, ndërsa theksoi po aq të rëndësishëm edhe qëndrimin e qartë për dënimin e agresionit rus ndaj Ukrainës. Duke e komentuar vizitën e fundit të presidentit Vučić në Moskë me rastin e ditës së fitores, pavarësisht paralajmërimeve dhe kërcënimeve të Unionit, Costa thotë se Vučić ja shpjegoi se shkoi për të festuar thjesht një ngjarje historike. Nuk mund ta ndryshojmë historinë, e kuptoj plotësisht që Serbia feston çlirimin, por nuk mund ta festojmë këtë pa dënuar invazionin aktual në një shtet tjetër, thot ai. Me pak fjalë, Bashkimi Evropian dorëzohet përpara Aleksandr Vučićit. Kujtojmë se gjatë qëndrimit në Sarajev, Costa foli për qasjen e Republikës Srpska si kërcënim për stabilitetin dhe të ardhmen europiane të vendit. Pas Prishtinës, ai do të zhvendoset në Maqedoninë e Veriut, si edhe në vendin ton ku merr pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian më 16 maj. Bashkimi Evropian miraton sanksionet e reja kundër Kremlinit, që nga ngrirja e aseteve deri te ndalimi i vizave. Ministrat dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian zotohen të vazhdojnë të vendosin masa kufizuese ndaj Moskës për ta detyruar këtë të fundit të hyjë në negociata për marrëveshjen finale të paqes me Ukrainën. Paketa e re e sanksioneve 17 që kur Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt 2022 përfshin ndalime vizash dhe ngrirje të aseteve për zyrtarët e lartë politik dhe të biznesit rus. Franca i druhet një lufte të tretë botërore, ndaj ditën e sotme presidenti i saj Emmanuel Macron ka paralajmëruar se është gati të ulet e të flasë me homologun rus Vladimir Putin për këtë. Sipas Macron, lufta duhet përfundojë dhe Ukraina duhet jetë në pozicionin më të mirë të mundshëm për të nisur negociatat. Ne nuk duam të fillojmë luftën e tretë botërore. Një armë pushim është ajo që lejon situatën më të mirë humanitare dhe fillimin e bisedimeve që do të mundsojnë zgjidhjen e çështjeve territoriale, thotë ai. Sipas Macron, sanksionet e vendosura nga aleatët perëndimor mund të zbatohen brenda pak ditëve të ardhshme. Macron thekson se garancia e parë e sigurisë është një ushtri fort ukrainase. Për ta penguar Rusinë të kthehet në Ukrainë pas 2 ose 3 vitesh, ne do të vazhdojmë të investojmë, thotë ai. Macron nuk përjashton pajisjen me armë të Ukrainës në mënyrë që ajo të përballojë gjithçka. Shqipëria kualifikohet në finalen e madhe të 17 majit në kompeticionin europian të këngës Eurovision 2025. Performanca e magjishme e natës gjysmëfinale e Shkodrës elektronike me këngën Zjerm shndriti skenën dhe mahniti publikun. 10 finalistët e Eurovision janë Norvegjia, Shqipëria, Suedia, Islanda, Holanda, Polonia, San Marino, Estonia, Portugalia dhe Ukraina. Zjerm solli mbrëmjen e djeshme, një kombinim të simboleve kombëtare. Edhe koncepti skenik i frymzuar nga legjenda e Rozafës krijuan një moment
magjik. Më 17 maj do të mbahet finalja e madhe, ku Shqipëria këtë herë duket se është vërtet pretendente për çmimin. Pas magjisë së mbrëmjes së djeshme, kanë reaguar edhe kryeministrat Edi Rama dhe Albin Kurti. Zgjerm në finalen e 17 majit në Eurovision. Shndrit, shkruan kryeministri Rama. Edhe kryeministri në detyrë i Kosovës kërkon votat për shkodrën elektronike më 17 maj. Të dashur vëllezër e motra shqiptar, kudo që jeni, votoni për shkodrën elektronike. Vazhdo me shndrit, shkruan Kurti. Robert De Niro nderohet me Palmën e Artë në festivalin e filmit në Cannes. Edicioni 78 i festivalit ndërkombëtar të filmit në Cannes u çel një ditë më parë në Rivierën Franceze. Emrat më të mëdhenj të ekranit, si Robert De Niro, Leonardo DiCaprio apo Quentin Tarantino, i dhanë magjinë e tyre festivalit që pritet të zgjas 12 ditë, me disa premiera të shumëpritura nga publiku. Në ceremoninë hapse, Robert De Niro u nderua me Palmën e Artë për karrierën e tij dhe këtë çmim ia dorëzoi Leonardo DiCaprio. Në garë për Palmën e Artë që dorëzohet më datë 24 maj janë 22 filma nga regjizor të njohur ndërkombëtar, të cilët japin botës së kinemas një tjetër dimension dhe e kthejnë Cannes në kryeqendrën e filmit.